Sot do të flasim për një term që duket pak i pazakont, termin islamikat, por që është shumë i rëndësishëm, i pazakont, por shumë i rëndësishëm për të kuptuar historinë e islamit dhe historinë botërore. Do të marrim termin nga një historian shumë i rëndësishëm, Marshall Hodgson, po do flasim do bashkëbisedojmë edhe me autorë të tjerë, me Bruce Lawrence, që përdor termin fryma kozmopolite e qytetërimit islamikat. Edhe do të përqendrohemi pak shumë te pyetje si ç'është kjo njëherë islamikati, një definicion, pse është kozmopolit qytetërimi islamikat, edhe pse ky qytetërim nuk duhet parë si periferi e historisë botërore, po si një pjesë integrale e gjithë historisë së qytetërimit, dhe pastaj do vi me disa shembuj case studies nga historia e qytetërimit islamikat, nga Biruni, India, Andaluzia, Sicilia dhe veçanërisht të krishterët mozarab për këtë frymë të qytetërimit kozmopolitan. Marshall Hodgson ka qenë një historian shumë i rëndësishëm i civilizimit islam në Universitetin e Chicagos në vitet 60 dhe vepra e tij është The Venture of Islam, një histori e civilizimit të muslimanëve. Dhe në këtë vepër ai ka përmend edhe termin islamikat, pra që është një term i prodhuar nga Hodgsoni. Si duket, ai ka parë që përshkrimi islame apo muslimane, çdo gjë që kanë prodhuar muslimanët nuk i përgjigjet realitetit, duke qenë që muslimanët vetë kanë prodhuar aspekte kulturore qytetërimore të cilat nuk janë në përputhje me islamin e para, dhe dyta që në qytetërimin e muslimanëve apo atë që lidhet historikisht me islamin kanë marrë pjesë edhe popujt të feve të tjera. Dhe prandaj kur Hodgsoni në libër bërë dallimin mes asaj që quhet islame dhe islamikate, ai thotë që termi islam përdoret për të cilësuar si fen ashtu dhe shoqërinë dhe kulturën në zhargonin e përditshëm. Por thotë shoqëria dhe kultura që quhen islame, sipas kuptimit fetar, nuk janë sipas kuptimit kulturor, nuk janë detyrimisht islame sipas kuptimit kulturor, dhe shumë prej gjërat të qytetërimit islam mund të cilësohen si jo islame sipas kuptimit fetar. Dhe për këtë arsye ai ka futur termin islamikat, që nuk i referohet fesë në vetvete, por thotë tërësisë shoqërore dhe kulturore që është shoqëruar historikisht islamit dhe muslimanëve, në cilën kanë marrë pjesë si muslimanët, por që mund të kenë prodhuar gjëra që janë përputhje me islamin, po ashtu edhe jo muslimanët. Kur flasim për qytetërimin, sepse kjo që dëgjuam nga, domethënë kjo shpjegimi që i bëri kjo e paraqit islamin, po islamikatin, po prapë midis në kufit e njohur politik të perandorisë të atyre që mund të quhen perandori të epokës islame. A lidhet kjo me mënyrën se si e kuptojmë ne botën sot? Se mirë, okay, koncepti është ai. Po si e kuptojmë ne botën, pra ku e sheti islamikatin, ku duket islamikati, është i gjallë, s'është i gjallë në këtë puzzle-in qytetërimor? Mënyrë si e shef Hodgsoni apo dhe Lawrence, aty ai shef islamikatin si ndërveprim të muslimanëve me ambientin dhe kulturën që i rrethon. Dhe një moment Lawrence te libri i tij, pra Cosmopolitan Islamic, fryma islamikate, fryma kozmopolite e qytetërimit islamikat. Aty ai thotë që qytetërimi islamikat, muslimanët dhe jo muslimanët në atë kulturë dhe shoqëri që kanë prodhuar, kanë synu të vërtetën dhe të bukurën sot. Dhe aty ka pasur elita që kanë pas një lloj përgjegjësie morale dhe që kanë kriju struktura institucionale nëpërmjet të cilat kanë lëvizur idetë edhe marrëdhëniet mes popujve të konfesioneve të ndryshme. Dhe në këtë lloj fryme, ajo lloj ideje, ai lloj projekti
mund të gjej jetë edhe vazhdueshmëri në çdo situatë ku ndodhen muslimanët, edhe aty ku ata janë në situata minorante apo ku nuk kanë ato strukturat politike perandorake të cilat e kanë bërë të mundur këtë qytetërim përgjatë historisë. Po kur mendojmë pra të kalim nga islamikati te kozmopolitizmi, domethënë, ndoshta për t'i vënë kufi më definicional, domethënë termit. Kur mendojmë për kozmopolitizmin, ne mendojmë qytetet e mëdha si Parisi, Londra, Roma e tjerë. Pra, qytete tipike perëndimore europiane, domethënë. A ka mundësi që, domethënë, a ka mundësi shtrirje kozmopolitizmi si në hapësirë, pra në të kuptojmë ndoshta Buharan, Kairon, Bagdadin në hapësirë dhe në kohë, në histori, pra po të kthehemi pas, si hapësira kozmopolitane, pra si qytete kozmopolite. Tani vetë termi kozmopolitizëm, neve jemi mësuar që ta dëgjojmë tani duke sikur është pikje perëndimore, por ai nga vetë etimologjia fjalës ajo vjen nga greqishtja dhe ka të bëjë me qytetin. Pra edhe europianët e kanë rimar termin nga grekët dhe e kanë aplikuar në civilizimin e tyre dhe kanë thënë që neve jemi qytetërim kozmopolit. Por kjo nuk do të thotë që qytetërimet e mëparshme, qytetërimi islamikat në rastin e fjalë, mos ketë pas elemente të tillë kozmopolitizmi. Dhe Lawrence në librin e vet e përkufizon këtë kozmopolitizmin, që ai është aftësia e një grupi shoqëror për të dalë jashtë vendodhjes së tyre kulturore ku e kanë gjetur veten dhe për të ndërvepruar me tjetrin për të pas marrëdhënie, pra për të marrë dhe të dhënë me genuinitet, me sinqeritet, për me gjetë të mirën të tjetri dhe në këtë lloj mënyre që ato traditat kulturore të njerëzve të ndryshëm në fe, në konfesione, të arrijnë të ndërveprojnë dhe të krijohet një lloj miksi ku megjithëse muslimanët mund të jenë ato të cilët bizotrojnë politikisht apo edhe kulturalisht, kultura që ato prodhojnë në përditshmërinë e tyre të ketë një lloj fryme edhe nga këto popujt të bashkësive të tjera fetare. Pra, kozmopolitizmi i islamikatit mund të shikohet si një mundësi, një mundshmëri për të gjitha kulturat autoktone, kulturat kufitare, pra fqinje, në këtë lloj hapësire për të komunikuar me njëri tjetrin dhe për të mësuar nga ai lloj komunikimi midis divergjentëve, midis dallimeve, jo për t'i parë ato si arsye konflikti. Tani autori që ka më shumë merit këtu, që duhet ndoshta t'i japim një vend dhe një pozicion qendror, është Marshall Hodgson me librin e tij The Venture of Islam, edhe që pastaj më vonë është marrë shumë pak, po është marrë së fundmi dhe nga autorët e tjerë teza e tij qendrore. Ç'a pozicioni ka Marshall Hodgson në këtë puzzle-in e këtij diskutimi? Ndoshta para se shkrimtar Hodgsonin, ne mund të flisnim edhe pak për qytetërimin ose për qytetin dhe të thonim që kjo fryma kozmopolite, siç vjen nga vetë termi, shfaqet në qytetet. Pse? Sepse qyteti, për shkak të urbanizimit që ka ato strukturat e veta shoqërore, tregtare, institucionale, dhe për shkak të numrit të popullsisë dhe të koncentrimit të aristokracisë apo të elitave, që të bëhet ky lloj qarkullimi i ideve dhe ky ndërveprim mes këtyre kulturave të jetë më i dukshëm. Dhe një nga tezat që ka Lawrence apo që ka edhe Hodgsoni është që qytetërimi islamikat nuk fillon me ardhen e islamit. Sepse islami, momentin që u përhap për te kufive të gatishmit arabik, gjeti ato struktura të qytetërimeve të mëparshme irano-semite, apo edhe romake në Irak, në Iran dhe në Egjipt,
Dhe këto struktura i mbushi me idet dhe me traditat që sollon arabët nga gadishulli arabik. Kështu që Hodgsoni momentin që e trajton islamikatin e shef atë përtej apo kosmopolitizmin e shef përtej kufive të islamit si fe, dhe e shef një histori më të gjerë që është ajo historia afro-euro-aziatike. Pra, kjo llondari që neve kemi sot mendjen tonë për Afrikën, Azinë dhe Europën nuk është ekzistonte në atë lloj kohe, ai ishte një ekumen e quan Hodgsoni në librin e vet, që përfshinte pjesën e Azisë, të Afrikës Veriore dhe të pellgut të Mezeut, që ishte çfarë mund të quhet ajo inhabited world ose bota e banuar për gjatë 2000 vjetëve, duke qenë që ajo që është sot Europa Perëndimore ishte një periferi e botës antike. Dhe në këtë ekumen siç e quan Hodgsoni, që është ekumeni euro-afro-aziatik, ku ka qenë edhe djepi qytetërimeve apo edhe djepi feve abrahamike, këto lloj kulturash perandorake dhe traditash fetare abrahamike, izraelite që gjendeshin në këtë lloj ekumeni, i dhan ngjyresat e tyre civilizimit muslimanëve, që pastaj nuk ishte më vetëm civilizim islam apo musliman, po siç e quan Hodgsoni, qytetërim islamikat, që kishte këtë lloj fryme kozmopolite që lidhej me qytetet apo me zonat urbane ku vendosen muslimanët, duke kryer të reja, apo dhe siç ishte Bagdadi apo ato qytete që ekzistonin atëherë dhe që morën një ngjyresë islamikate, po ta themi. Dhe, më thënë, ajo që kuptoj nga ky diskutim është që qëndrimi i qytetërimit modern europian dhe qytetërimet të tjera për rreth në këtë ekumenin euro-afro-aziatik, nëse rendita si duhet, është goxha provincial. Do të thënë, kjo ideja që e mos komunikimit ose e ekskomunikimit të hera-herës të këtyre inputeve nga këto, do të thënë, dy trungje të mëdha, se s'mund të quhen deg të këtij ekumeni, Azia dhe Afrika, si pjesë e definicionit. Pra mund të konsiderohet një lloj provincializmi, pa paftësia për dal nga vetja, për dal përtej kufive të ku je lindur, ku je rritur dhe qytetit ose të hapësirës tënde. Ndoshta mund të definohet në këtë mënyrë. Dhe kthehemi tani te roli i Hodgsonit, megjithse ti fole për të, do të thënë ça qëllimi kishte, që donte të jepte historisë. Ai donte ta nxirrte historinë botërore nga qasja eurocentrike. Pra që eurocentrizmi është që Europa ka qenë për herë në qendër të historisë botërore, edhe atëherë kur ka qenë diçka, siç e thot Allahu në Kur'an për njeriu, diçka që nuk përmendej. Pra, edhe që nuk ishte pesh në historinë botërore. Dhe sepse qasja eurocentrike bën që civilizimet e kaluara, qofshin ato të Indisë, të Kinës apo civilizëm muslimanëve, ti shofi si kopje të civilizimit vet, si variantet e tij, apo ti shofi periferike, dhe që të mos sikur nuk kanë diçka origjinale që ti kanë dhënë njerëzimit. Pra, që civilizimi dhe kozmopolitanizmi sikur janë cilësi dhe karakteristika të veçanta të perëndimorëve, dhe që racat e tjera apo fetë e tjera nuk janë të zotët, të kenë civilizim dhe kosmopolitizëm të tyre, ose edhe nëse kanë qytetërim dhe kosmopolitizëm, ai është një kopje jo aq e mirë që mund t'i afrohet asaj perëndimore. Dhe roli i Hodgsonit në mënyrën se si qaset islamit, qytetërimit të muslimanëve dhe këtij termi që ai ka sjellë, që është islamikati, është pikërisht që ta bëjë islamin pjesë të historisë botërore, një vazhdim të saj,
dhe jo një periferi apo një blok i mbyllur që nuk ka komunikuar ndonjëherë me pjesën tjetër të botës. Dhe këtu qëndron edhe merita e tij, sepse kur flasim, sepse nëse neve do t'i venim qytetërimit të muslimanëve, pra mund ta quajmë qytetërim të muslimanëve, termin islam i bie që aty do vendosin vetëm ato gjëra të cilat janë në përputhje me fen. Dhe automatikisht ai do ishte një civilizim fetar, pastaj mund t'i venim edhe terma të tillë autokratik apo teokratik apo despotik, autoritar, diktatoriale me radhë aty. Dhe që nuk kishte të bënte me jetën e njerëzve, të cilët kanë edhe nevojë të tjera përveç atyre fetare. Dhe kjo i vjen për shtat çdo personi që don që ta vej islamin ose fen në cep në periferi të shoqërisë dhe që ajo dhe që feja të mos ketë një rol për me luajtur për njerëzit përveç se t'i japi ato lloj gjëra shpirtërore, emocionale që mund t'japi feja, po pa që një faktor ndryshimi shoqëror. Ndërkohë që Hodgsoni e paraqiti islamin që futet në përditshmërinë e njerëzve, komunikon me tjerët dhe detyrimisht aty edhe për shtatet, qoftë edhe me forma që nuk janë në përputhje me islamin, me fenat. Në përputhje formale. Aty. Dhe neve kjo nuk na komplekson si musliman. Fakti që të përballim me civilizimin ton dhe të themi që ai ka pasur gjë që nuk janë në përputhje me islamin, sepse në fundit Allahu e ka përshkruar bashkinë muslimane si bashkia më e mirë për historinë e njerëzimit. Pra neve në tërësinë ton besojmë që umeti musliman ka qenë umeti më i dobishëm në historitë të njerëzimit, me ato kontribute që ka dhënë për njerëzimin, pavarësisht aty ka pasur dhe gjëra që mëkate, padrejtësia, aty që janë të pashmangshme për natyrën njerëzore, ashtu siç thanë engjëjt kur krijoi Allahu Ademin dhe i tha që pse po vën dikë në tokë që do bëj padrejtësi, do derdhi gjak. Bëj dhunë. Ti përmende këtë, domethënë përpjekjen e përfaqësuesve të fesë e klerikëve, klasës klerikale, themi nëse mund të aplikohet kjo në rastin e islamit, për t'i dhënë një trajt caktuar asaj që ndoshta edhe për te idejes, për te imagjinatës, por edhe për te mundësive të tyre ishte islamikati. Lorenz e përmend të rolin e elitave në formimin e islamikatit, pra në jetën që i jepet qytetërimit islamikat. Cilat janë këto elita nëse nuk janë elitat, vetëm elitat fetare? Dhe pse elitat në këtë ekuacion? Po, sepse elitat në përgjithësi janë ato që janë afër pushtetit. Dietarët e fesë për nga vetë natyra dhe ruajtja e pastërtisë së figurës tyre nuk janë që përzihen me pushtetin. Dhe duke qëndruar larg pushtetit, ato janë larg vendimarrjes. Aty. Pra, ajo që besojmë nga historia jonë, ajo që dim nga historia jonë është që kalifati i drejtë ose qeverisja e drejtë ka qenë vetëm për 4 kalifat e parë. Qeverisja dhe kalifat e parë kanë qenë edhe dietar, edhe luftëtar, por edhe administrator pushteti të drejtë. Pas tyre 4 të parëve, ti nuk e më administrator të drejtë pushteti aty. Nuk e më besimtar që të kenë besimin siç kanë pas 4 kalifat e parë. Dhe nga ky dhe duke qenë e tillë, pra dhe duke pas këtë lloj largësie dietarëve nga pushteti, ndërkohë që civilizimi islamikat ka hedhur përpara dhe ka vazhduar që të ketë edhe strukturën e vet politike për 1400 vjet, ato të cilët e kanë administruar pushtetin, e kanë marrë pushtetin dhe kanë bërë qeverisin e muslimanëve, nuk kanë qenë detyrimisht dietarët. Por këto kanë qenë ushtarakët, këto kanë qenë burokratët, këto kanë qenë ndoshta tregtarët, që të cilët kanë financuar fushata apo pushtetar. Këto janë biznesmenët të cilët kanë qenë patronazhistë të dietarëve dhe kanë financuar sipërmarrjet e tyre. Dhe kjo lloj elite, pra politikan, general, ushtarak, tregtar, këto janë të cilët pastaj kanë qenë në krye të pushtetit dhe
Dhe këto kanë qenë përgjegjësit e krimit të këtij lloji civilizimi, pra civilizimi islamikat, Dhe këtu ndoshta neve mund të gjejmë edhe atë arsyen që pse ai ka pasur ato elemente që nuk kanë qenë përputhje me Islamin, sepse këto lloj elitash, të cilat synojnë pushtetin e mbajnë dhe administrojnë atë, nuk janë detyrimisht ato që janë më të devotshmit edhe më të afërtit me fenë. Po, sepse ndoshta sidomos administrimi publik, aq më tepër i perandorive, i hapësirave aq të mëdha politike, urbane, domethënë i atyre hapësirave tregtare, ka nevojë për një lloj aftësie për te dijeve, po themi formale, po dhe dijeve filozofike ngaherë, ose dijeve teologjike, kështu që patjetër këto janë njerëz që bëjnë një balancim. Asaj pushteti korrupton. Pra, kjo është pra balancimin ndërmjet asaj që është e drejtë dhe asaj që është e mundshme, dhe aty ky është një kompromis, pra, dhe në vetvete është një korrupsion, përtej faktit që vetë pushteti mund të korruptojë në kuptimin e parë të fjalës. Dhe ajo që i vlerësohet Hodgsonit kush është, që ai thotë që edhe këto elita megjithëse mund të kenë qenë të korruptuara, të padrejta, prapë aty nuk i mungonte ajo aspirata morale, duke qenë që ato ishin muslimanë dhe bimuslimanësh, dhe zbatimi i fesë apo shariatit që mbahej nga dietarët dhe nga gjykatat, të cilët zbatonin atë. Kjo lloj, dhe aty pastaj mund të flasim edhe për këtë tjetrën pastaj, që shariati është frym, nuk është thjesht zbatimi i disa ndërshkimeve penale. Pra ky lloj presioni shoqëror që vinte nga dietarët dhe nga njerëzit, të cilët kishin si referencë dietarët, i detyronte elitën që administronte pushtetin që ti përmbahej Islamit në pamje të jashtme, dhe kishte këto lloj aspiratash morale. Dhe prandaj, pavarësisht se mund të mos ishte një qytetërim islam në tërë kuptimin e fjalës, ai ishte islamikat, dhe e mira atij normalisht që ishte më e madhe se sa defektet që mund ndjeheshin aty. Këtu për shkak ne mund të kujtojmë edhe thënien e profetit alayhis salam për Heraklion, mbretin perandorin romak, që i shkroi letra dhe që nuk e grisi dhe e ruajti, dhe që profeti profetizoi për të, dhe tha që Allahu do ta ruaj pushtetin e tij, për sa kohë do të ketë aty dobi për njerëzit, ndërkohë për perandorin pers, Sasan, që grisi letrën e tij, tha që Allahu do ta sërmoj perandorinë e tij, siç ai grisi letrën time. Dhe kjo profeci u materializu, sepse perandoria Sasane u shkri, ndërsa perandoria romake e lindjes vazhdoi deri në vitin 1453, kur Osmanët morën Konstantinopolin. Pra, për sa kohë ka pasur mirësi edhe 700-800 vjet perandorinë romake, siç e profetizoi profeti alayhis salam, atëherë për më tepër qytetërimi islamik dhe perandoritë që muslimanët kanë krijuar kanë pasur ato dobit edhe të mirat e veta përtej atyre defekteve dhe gabimeve. Okej, konkretisht ky patronazhimi ose ky në farë mënyre roli orientues i elitave jo fetare, politike, ushtarake, burokratike apo tregtare, siç i përmendëm më herët, mbi një pjesë të mirë, në tërësi mbi dietarët fetar, pra fakti që dietarët ishin jo të përfshirë në pushtet dhe kishin një rol të prejardhur përmes presionit civil, duke dhënë interpretim ligjit fetar. Ka shembull konkret të kësaj marrëdhënie në historinë e islamikatit, e qytetërimit islamikat? Po, shembulli që mund na vi në mendje është shembulli i Nizamul Mulkut dhe Gazaliut. Pra neve jemi shumë të njohur me Gazaliun si dietar, po nuk jemi as pak të njohur me atë që mundsoi Gazaliut që dia atij të jetë e përçuar dhe të na vi edhe neve sot. Pra neve pse e njohim Gazaliun? Okej, absolutisht ai ka qenë dietar i madh, por një meritë të madhe për vënien eminent të Gazaliut, neve gjejmë tek Nizamul Mulku, që ka qenë kryeviziri i sultanëve Sulxhuk në shekullin e 11. Pra Nizamul Mulku ka qenë një burokrat, administrator
Pers, të cilën turqit Selxhuk e morën dhe vendosën si kryevizir të tyre në mënyrë që të administronte pushtetin. Pra këtu tashmë kemi dy shtresa nga ato që përmenden të elitave. Pra kemi shtresën e politikanëve apo të tyre që e trashëgojnë pushtetin me dinasti, që janë Selxhukët, dhe kemi një shtresë që është kjo e atyre që mund të qunim me gjuhën e sotshme politikan karriere, siç ka qenë Nizamul Mulku. Por Nizamul Mulku ka qenë edhe një person i lexuar në fe. Dhe mënyra se dhe në këtë kohë ku kalifati formoslar, siç i quhen Hodgsoni, kishte humbur atë peshën e vet, dhe tani nuk ka më një unitet politik që të mbajë bashkë botën islame. Pra megjithëse viti për rënien e Abasidëve është viti 1258 dhe ne jemi në vitet e parë të shekullit të 11, pra zyrtarisht mongolët duan edhe 250 vjet që të vinë dhe të shkatërrojnë Bagdadin. Pushteti faktik i Abasidëve ka rënë për kontrollin e territorëve dhe territoret kontrollohen nga këto gjeneralë të cilët marrin kështu pjesëza pushteti aty dhe duke pasur aprovimin dhe vullën e kalifit administrojnë pushtetin në mënyrë lokale dhe pagojnë taksat për kalifin që është në Bagdad. Dhe këtu Nizamul Mulku, genialiteti i tij qëndron që ai që t'i japi një lloj uniteti popullsisë muslimane që sundonin Selxhukët, që të ndërtoj një rrjet medresesh, shkollash po të themi ne aty, sepse tani medreseja për neve është një shkollë e mesme, por ndërkohë në atë kohë ajo ishte barazë një fakultet. Dhe prandaj edhe medreseta sa kohë që Nizamia për shkak të Nizamul Mulkut që themeloi ato. Dhe në Nizamien e Bagdadit ai vendosi drejtor të saj Gazaliun. Dhe aty pastaj është që akida e Sharite shpërndahet në gjithë këto medreseta aty dhe bëhet, le të themi, akide zyrtare e umetit, në aty edhe që vazhdon ose e shumicës së umetit, dhe shkak për këtë pra ka qenë pikërisht Gazaliu i vendosur në si rektor apo si drejtor i Nizamies së Bagdadit. Pra pa qenë politikanët, Selxhukët, që të vendosin një kryevezir si Nizamul Mulku, një burokrat politikan karriere, nuk do të mundsoj ky rrjet medresesh dhe këtu prap janë elitat që ndërtojnë, që kanë projekte strukturore për menaxhimin e shoqërisë nëpërmjet krijimit të këtyre institucioneve, që të vendosin një dietar i devotshëm si Gazaliu, që dia aty pastaj të përhapej dhe të bëjë aksesueshme për njerëzit e asaj kohe të vi edhe te neve sot në atë lloj forme që ka ardhur. Do të thonë është perandoria që i dha, që të mos ta ngushtojmë diskutimin vetëm te Islami, jemi te islamikati, po roli që ka perandoria në këtë qarkullimin, themi, të ideve me radhë, duke që është i madh. Do të marrim edhe shembullin e perandorisë osmane, që medhebi Hanefi është sot aq i përhapur në botë edhe për merit të osmanëve, dhe madje edhe mogulët në lindje që ishin perandori më vete, njihnin si kalif sultanin Osman. Prandaj edhe ndoshta ndikimi i medhebit Hanefi në Pakistan, në Indi është ashtu dominues. Pra, edhe në fe duket roli jo vetëm i elitave kështu si fraksion, si po themi element të puzzle-it, po i perandorisë në tërësi, pra në mënyrë si përhapet një interpretim i caktuar i fesë apo i teologjisë. Pra neve kur lexojmë për shembull historinë islame, po ta themi, që i bitjet histori islamikate, dhe shohim aty që studiuesit perëndimor që në fillim të tyre, pra e quajnë perandori atë që neve quajmë kalifat. Dhe pastaj kjo na krijon një lloj diskomforti, sepse neve quajmë kalifat ndërkohë ato quajnë perandori, pa ajo ka qenë perandori apo ka qenë kalifat. Tani ti po ta qush kalifat, ai duhet të ishte kalifati drejt, duhet të ishte islam. Ndërkohë po ta qush perandori, atëherë është një perandori islamikate, dhe realisht mënyra si kanë funksionuar ato kanë qenë si perandori, pra një nga kritikat që normalisht fetarisht i bëhen duke filluar që nga dinastia Umajade dhe Abaside më mbrapa, është që Umajadët morën zakonet e bizantinëve, ndërkohë që Abasidët morën zakonet e persëve.
Pra ato morën, pra pushteti aty mori si strukturat e tyre me cilat ato administronin pushtetin, po edhe zakonet e oborrit mbretëror që u bën pasaj edhe zakone të oborrit të kalifit. Por elitat vepronin pikërisht në këtë lloj ambienti, sepse elitat gjendeshin aty ku kishte shkrimkëndim, le ta themi, aty ku qarkullonin ide, ku kishte mobilitet shoqëror dhe ku kishte institucione, siç ishte i medreseve, që këto ide të qarkullonin edhe të bëheshin pjesë edhe e kulturës popullore. Kështu që perandoria ishte ai mediumi ku gjendeshin elitat dhe ku qarkullonte dia dhe idetë. Ishte perandoria ofronte platformën dhe për te tipizimit të gjithë historisë islame, pra duke u ngritur në nivelin e më të gjerë dhe më gjithë përfshirës të islamikatit, të qytetërimit islamikat, si mund ta ilustrojnë shembuj të caktuar edhe të kërkimit të këtij komunikimi ndërmjet kulturave të ndryshme, sepse ne njohim vetëm dietarët fetar, pra nga historia islame dhe njihen dhe pushteti, perandorët, komandantë caktuar ushtarak që kanë një rol të caktuar në moment kritik të historisë, por nuk njihet ky elementi, njihen shkencëtar, për shembull të astronomisë, fizikës, mjekësisë, Avicena, për shembull njihet. Po edhe këto shkencëtar kur përmenden për herë si të frymëzuar nga feja. Jo vetëm aq, po neve i përmendim këto në suazën e kontributit të muslimanëve për njerëzimin. Po ndërkohë këtu është ajo që thamë në fillim, pra ti mundohesh të thosh që edhe unë jam si perëndimor të sotshëm, edhe neve jemi marrë me shkencë, edhe neve jemi marrë me teknologji. Pra jemi aty që origjina e të qenit civilizuar apo kosmopolit është evropianëve dhe neve kemi pas disa individ përgjatë historisë, të cilët edhe këto përngjajnë me evropianët e sotshëm aty. Ndërkohë që ato nuk shifen në kontekstin e tyre dhe që ky lloj kosmopolitanizmi ishte një diçka që bota euro-afro-aziatike apo ky lloj ekumeni, ai që shtrihej, që thot Hodsoni, nga lumi Indus në Indi, në lumi Nil në Egjipt, e kishte njohur përgjatë qindra vjetëve apo mijëra vjetëve të civilizimit dhe që muslimanët e gjejnë dhe çojnë përpara dhe e mbushin atë me idetë e tyre. Dhe këto figura që neve i përmendim, siç është për shembull Avicena, Ibn Rushdi, apo Ibn al-Haytham, apo ai që ka shpik algebrën, si quhet, Al-Jabir. Këto figura ne përmendim jo si produkte të kontekstit të tyre kulturor, fetar, islamikat, por si figura që ngjajnë me figura të rëndësishme të civilizimit perëndimor. Dhe pjesën tjetër i bi që pasaj neve ta skarcojmë dhe pasaj të që krenojmë janë vetëm këto figura. A ka të tjera, figura të tjera që kanë një rol tjetër? Po figura ka plot historia, por Lawrence në librin e vet merr një figurë që ai e shef që është mishërim i kësaj fryme kosmopolite islamikate, që është Biruni, i cili ka qenë një turk me prejardhje, dhe që ka jetuar në një zonë që është në kufi me Pakistanin dhe Indinë e sotshme, dhe që ka studiuar kulturën hinduse, kulturën indiane. Ai ka shkruar rreth 150 libra, dhe ka shkruar për shumë shkenca të ndryshme. Dhe merita e Birunit apo Lawrence që e veçon atë është sepse mënyra se si ai e studioi kulturën hinduse nuk ishte për me gjetë
gabimet për me e kritiku dhe që të prevalonte islamin ndaj kulturës apo ndaj fesë hinduse, por për ta kuptuar, për të bashkëpunuar, për të komunikuar me të, për ta bërë atë të krahasueshme, thot Lawrence aty, sepse Biruni mendonte që ka një element njerëzor të përbashkët në gjitha kulturat njerëzore, të cilat njerëzit mund të bëjnë që të ndihen me njëri tjetrin ose këto kultura si kushurinë të largët, thot ai, atje. Por që megjithëse janë të largët, prap kanë një lloj kanë një emrus apo një prejardhje të përbashkët aty ku ato e gjin veten dhe që arrin ta njohin, pra ta njohin njëri tjetrin, dhe këtu pas e mund sjellim edhe një ajet që mund që konfirmon të gjë që këtë lloj fryme të Bironit, ku Allah thon surën Huxhurat që o ju njerëz, ne krijuam nga një mashkull dhe femër dhe u bëm popull dhe edhe kombe që të njiheni aty. Dhe kjo lloj njohje, kjo lloj njohje është pikërisht atje lloj elementit përbashkët fitror që vjen nga fitra që kanë të gjitha kulturat. Po, okay, në qoftë se Biruni pas ka një inspirim fetar, nuk e ka inspirimin, po themi, profan për ta bërë këtë studimin e kulturës indiane dhe për të parë rrugët komunikative, këto, po themi, fijen e përbashkët njerëzore që i lidh kulturat në themel, në gjithë kulturat, ose shumë prej kulturave që studioi. Në qoftë se kjo qeka fetare, pra ka dhe origjinë fetare ky kërkimi për diversitet dhe për bashkëjetesë. Si ka mundësi që ka pas një si ka mundësi që nuk e kemi ne sot këtë lloj inspirimi për komunikimin, po mund të shohësh në kontekste të caktuar getoizim, mund të shohësh relativizëm kulturor, cila kulturë është më e mirë se tjetra, orientalizmin që e kemi përjetuar në shekujt e fundit. Në fakt ky lloj etosi fetar që ka Biruni për të pranuar tjetrin, për ta njohur dhe për të relatuar me të, është superior ndaj etosit sekular të tolerimit të tjetrit që neve kemi sot. Sepse nisur nga jeti, pra që ju bëm popull dhe kombe që juve të njiheni me njëri tjetrin, Sejt Hosen Nasri, kur e komenton këtë ajet tek dhëstadi Kuran, thot me së tjera është që diversiteti i jashtëm që ndan qenjet njerëzore është kështu thot një nga sprovat më të mëdha me të cilat përballen qenjet njerëzore thot në jetën e kësaj bote. Sikurse ka thënë Zoti në ajetin 48 surës Maide, dhe sikur të donte Zoti, do t'ju kishte bërë një bashkësi të vetme, por ai dëshiroi ndryshe, për të shpërbuar në atë që ju ka dhënë. Pra muslimani e di që në fund fare njerëzit nuk do të konvertohen gjithë në islam, sepse Zoti e ka shkruajt që disa për njerëzit do qëndrojnë në fenë e tyre. Ndërkohë që sekularja beson që njerëzit të gjithë eventualisht do të konvertohen në sekularizëm. Pra ai lloj tolerimi që sekularët i bëjnë besimtarëve është një tolerim i përkohshëm, për sa kohë që ato të binden edhe të konvertohen të gjithë në sekularizëm. Ndërkohë që muslimani e din që hebreu, krishteri, një pjesë e tyre mund të konvertohen, po një pjesë e tyre nuk do konvertohen dot. Siç është edhe sot që ti ndjen në botën muslimane, në vende si Libani, Jordania, Egjipti, të krishterë që nuk janë konvertuar në islam. Dhe ky lloj pranimi, këtij lloj diversiteti të pashmangshëm absolut, e bën muslimanin që të bashkëtohet të ndërveprojë me tjetrin në ndryshëshmërinë që e ka, duke pasur vetdijen që ai do të rri i tillë për gjatë gjithë jetës, dhe duke qenë i bindur që ka disa elemente fitror, njerëzor, të mirë, të dobishëm, për të cilave ai mund të përfitojë dhe të relatohet me tjetrin. Gjë që nuk e gjen tek të sekularja që e shef tjetrin si një objekt, duke qenë që ka një lloj suprematësie racore, civilizuese, apo që
që është edhe shprehur në misionin civilizues të njeriut të bardhë, që bën që atë tjetrin ta shohë si një kulturë që eventualisht do të konvertohet te kultura superiore dhe që për momentin tolerohet derisa ai të vijë dhe të bindet për atë. Dhe neve duke qenë që jemi jetojmë në një frym të tillë kulturore dhe duke e parë tjetrin vetëm dhe duke e kufizu qytetërimin apo misionin e islamit vetëm në aspekte fetare, nuk shohim të tjetri ato aspekte kulturore me cilat ne të relatohemi dhe automatikisht krijojmë një lloj getoizimi apo veçimi aty, këtë lloj bloku që nuk ndërvepron me tjetrin, përveç se për arsye fetare dhe për arsye kulturore shoqërore. Mirë, shembulli i Birunit ishte shembulli një njeriu, një individi. Unë do shtoj atë ajo larushia e asaj zone të islamikatit, pra, që sot trashëgon hapësirën ku islamikati shtrihej. Unë do shtoj edhe hebrejt e Marokut, të Irakut, të Iranit akoma. Po. Pra, ndoshta edhe të Yemen, nuk jam shumë i sigurt nëse ka patur së fundmi hebrej në Yemen, pra që janë të gjitha zoroastrianët, pastaj për një kohë të gjatë në zonën e ish perandorisë sasanide. Pra, ka pas një lloj larmishmërie dhe komunikimi ndërshoqëror shumë më intensiv. Po kjo nuk është, domethënë, ky kërkimi ose shpirti islamikatit, fryma e islamikatit shihet vetëm te Biruni, apo ka edhe hapësira politike reale që e tregojnë shembuj konkret historisë, tregojnë që islamikati ka qenë një, pra, mbi thjesht fen, pra ka qenë një histori qytetërimore. Birunin më merr, besoj që Lawrence e merr si shembull në libër për të treguar premisën fetare nga niset një individ, dhe ta marri Birunin si shembull i një studiuesi që e njeh edhe fen, shkruan edhe për fen, por që kryesisht është një polimas pra që quhet me gjuhën e sotme, por një shkencëtar i mirëfillt, enciklopedik, siç kanë qenë shkencëtarët e asaj kohe, duke qenë që dijet nuk kanë pas të lloj degëzimi dhe thellimi që kanë sot, por që ato që kanë qenë shkencëtar apo studiues, si Aristoteli dikur apo dhe Ibn Sina që ka qenë bashkëkohës i Birunit, kanë qenë dietar enciklopedik. Por të gjitha entitetet politike që kanë kriju muslimanë, sultanate, perandori, të gjitha ato janë përshkuar nga kjo frymë islamikate. Dhe nëse Lawrence merr në libër dhe veçon Andaluzin apo Gadishun Iberik të zgjuar nga muslimanët, atë merr si shembull ndoshta nga që ai është më afër Europës dhe Europa ka pasur më shumë kontakt me të, dhe ai është ndoshta shembulli më i qartë i kësaj lloj fryme islamikate, por nga ana tjetër kush më shumë e kush më pak, të gjitha entitetet politike që kanë krijuar muslimanët përgjatë historisë së tyre e kanë pasur këtë lloj fryme të islamikatit. Si integroheshin në rajone të tilla si Andaluzia, pra Gadishulli Iberik, të krishterët, si komportoheshin në këtë lloj hapësire të islamikatit? Pra, si ishte islamikati aty? Pra, ishte islamikati i lejonte ata të ndiqnin fenë e tyre, e ku diun, kulturën e tyre kështu me radhë, pra ishte thjesht një hapësirë tolerancë, apo si shfaqej kjo hapësirë, ky model islamikati? Tani neve jemi koshient që ajo që mbizotronte aty ishte kultura islame, dhe që ajo që mbizotronte në aspektin ligjor dhe që zbatohej nga entiteti politik në sferën publike ishte shariati. Por në këtë lloj kulturë islame kishte vend që të futeshin edhe këto element që sillshin besimet e tjera fetare. Përgjithsisht
adaptimi i popujve në besime të tjera bëhen aspektet e jashtme që kishin bënin me përditshmërinë, qoftë veshje apo qoftë literatura që ato lexonin, gjuha që përdornin, kodet që kishin në marrëdhëniet e tyre të përditshme me njëri tjetrin. Pra, ishte një lloj kulture përditshmërie që dilte për te kufive etnik dhe fetar. Dhe këtu dhe në Spanjë, pra në Gëdishullin Iberik, shfaqet një grup i ri shoqëror që studiosit i kanë quajtur me emrin Mozarab, që është një emër i latinizuar i termit mustarab, që do të thotë i arabizuar, dhe me këtë etiketoshin të krishterët apo hebrejt e Gëdishullit Iberik në kohën e muslimanëve. Dhe këtu mund të citojmë edhe një pasazh nga Thomas Arnold në librin e tij The Preaching of Islam, ku një shkrimtar i krishterë i asaj kohe thot për një i krishterë i drejtohet atyre kolegëve të vet dhe i thot ne mblidhemi që të studiojmë sektet e filozofëve të tyre, pra të arabëve, të muslimanëve, jo me qëllimin që të refuzojmë gabimet që kanë, por për hijeshinë elegante, elokuencën dhe bukurinë e gjuhës tyre, duke lënë pas dore leximin e shkrimeve tona të shenjta. Pra ishte kjo lloj kulture që lëvrohej, madje ne vëmë përmendim edhe që në Spanjë asaj kohe Musa ibn Meimuni, që është një nga teologët e mëdhenj dhe kryesor të fesë hebraike, e ka shkruar në arabisht traktatet e tij teologjike për fen hebraike. Pra aty kishim një lloj asimilimi kulturor të hebrejve të krishterëve në kulturën islame, dhe arsyeja e këtij asimilimi neve mund ta marrim me mend, duke qenë që besojmë që Islami ka ardhur me atë që është e dobishme, e mirë, e drejtë, e bukur për njeriu, dhe ato lloj aspiratash për drejtësinë dhe bukurinë që kishin muslimanët rezononin me të krishterët dhe hebrejt, dhe ato i përqafonin këto lloj idealesh, njësoj siç neve sot për shembull përqafojmë ideale të botës sekulare që mendojmë që janë të drejta dhe janë përputhje me fen tonë, dhe nuk e kemi problem që të identifikohemi me to. Pra, hebrejt dhe krishterët asaj kohe, ose të krishterët, pra kishin një marrëdhënie siç e përshkruan Hodgson te libri i vet, joshjeje po dhe urrëtie në të njëjtën kohë me muslimanët. Pra ato josheshin për kulturës muslimane dhe ndërkohë u urrejnë muslimanët sepse feja e tyre ishte supreme dhe bizotruese ndaj fesë krishtere. Dhe këtë lloj urrëtie normalisht që ato i materializojnë më mbrapa kur do bëjnë prej Gëdishullit Iberik si hebrejt fillimisht apo edhe muslimanët më mbrapa. Megjithatë arritje kulturore që ata joshte dhe që ata e zbatonin, dhe libri i Feuchtwangerit që i Futka e Toledos është një mishërim i kësaj lloj atmosfere në hyrje të librit, ku ai përshkruan se si një hebrej ishte asimiluar në kulturën muslimane. Islamikate, po ta them. Do me thënë nuk është kjo historia e konviviencës, e bashkëjetesës, duket pak e romantizuar, pra ka patur konflikt, rivalitet, dhunë, do të thënë një numër shenjtorësh të krishterë, besoj katolik, që janë martir për shkak që kanë dalë publikisht të kanë blasfemuar, sulmuar Islamin, profetin, Muhammed e tjerë, do të thënë kanë bërë gjëra të tilla që ndoshta edhe qëllimisht që të vriteshin, edhe janë vrarë, do të thënë ka patur tension gjatë gjithë kohës, por ka patur një frymë asimilimi, me sa kuptoj nga sepse edhe frika këtij shkrimtari kjo është që sot të krishterët asimilojnë kulturalisht, nesër pas nesër humbasin edhe fen. Pra konvertohen edhe në Islam, dhe këto martirët e Kordovës, ky ka qenë qëllimi i tyre, duke bërë një akt publik, blasfemik, i cili dihe me ligj që ishte i dënueshëm me vdekje, e kanë bërë pikërisht që të zgjojnë ndjenjën fetare tek bashkëfetarët e tyre,
që t'i largojnë pikërisht edhe në ky lloj asimilimi kulturor dhe ti radikalizojnë, do thonim neve me gjuhën e sotme atë. Ti radikalizojnë fetarisht për atë. Dhe ajo që Lorenz është që kap dhe që është kritik ndaj atyre që flasin për historinë e Andaluzisë, është që ai thotë që aty nuk ka pasur konvivencia që quhet bashkëtesë, tolerancë, sepse tolerancë është të tolerosh dikën me cilin ti nuk je dakord ose mendon që është gabim. Aty ka pasur bashkëtesë, sepse muslimanët megjithse besonin që feja krishtere është gabim, prapë ashtu kishte dekretuar Zoti që ato nuk do të konvertoheshin. Dhe ti me atë të ndryshmin, siç e përmendëm edhe më parë nga ajeti surës Maide, që si kur donte Allahu do t'i bënte njerëzit bashkësi e vetme, ti me atë do bashkëtosh, do ndërveprosh. Pra ka qenë një bashkëtesë, ndërveprim genuin i sinqert, që ka pasur një lloj kështu dashurie dhe pranimi nga ana muslimanëve të pa kusht dhe që nuk ishte hipokrizi në sjelljen e tyre. Dhe kjo është ajo që dallon, besoj, islamikatin nga to tolerancat sekulare apo që mund të apo qoftë edhe një tolerancë krishtere, kur ai nuk arrin të suportojë të ndryshmen, dhe prej në çdo moment i vi mundësia që atë ta eliminojë edhe ta zhduk. Ndërkohë që muslimanët bashkëtesë me të ndryshmen e kanë të dekretuar prej Zotit. Dhe unë tani po kujtova dhe më bëri shumë përshtypje kur lexova që më ka bërë shumë përshtypje që të parët që përzihen që rekonkuista përzë nga Andaluzia, nga Spanja, janë hebrejt. Në 492 dhe gjithmonë çuditesha pse osmanët kishin planuar hebrejt, i kishin pritur hebrejt e ikur e përzënë nga Spanja, po ku janë muslimanët, aty kishte muslimanë. Ndaj muslimanëve ka pasi qasje çuditërisht më është pritur më gjatë, më akomoduese, duke ndoshta në pritje të një vendimi dhe deri në shekullin 17 aty ka patur komunitete kripto-muslimane ose muslimane që kanë mbetur deri Morisco dhe ajo çfarë bën përshtypje tek pikërisht historia muslimane të Spanjë, pra që Granada bjen në dorën e Fernand dhe Izabelës vitin 1492, ndërkohë që muslimanët e fundit nga Spanja do bëjnë në vitin 1611. Dhe këto musliman tani, mas këtij momenti, mas marrjes së Granadës, nuk quhen më Moors, por quhen Moriscos. Pra një lloj përçmimi i Maorit, termit që krishterët i kishin vënë muslimanëve në Spanjë. Pra Maor nga Mauritania, pra jo musliman, po që të ardhur nga Afrika. Dhe fakti që muslimanët kanë rezistu edhe për sa vite, pra i bi 402 deri në 611 i bi 130 vite, gati 130 vite. Dhe të krishterët nuk janë ndje rehat me këto musliman të krishterizuar në pamjen e tyre të jashtme. Pra ato besimin e kishin vetëm në zemër, ndërkohë që në aspektet e jashtme ato ishin totalisht të konformuar me fenë krishtere dhe me zakonet e krishtera. Kështu që dhe këtu fillon edhe inkuizicioni, pra inkuizicioni që përmend edhe Dostojevski, të inkuizitorit të vëllezërit Karamazov, i cili burgos krishtin dhe do bën prej Spanje. Dhe krishterët nuk u gjendën rehat as me këto kripto-musliman, që besimin e kishin vetëm në zemër, dhe nga aspektet e jashtme nuk kishin asgjë që të përkonte me islamin. Ta ishin konformuar, asimiluar. Po, dhe jo më të pranonin që këto musliman të ruanin fenë e tyre dhe të kontribonin në një kulturë të përbashkët me të krishterët që tani kishin marrë pushtetin politik. Pra këtu është një dallim shumë i qartë i asaj se çfarë ka qenë sundimi musliman për Spanjën, sundimi islamik ka, dhe çfarë ishte pasaj sundimi krishter për Spanjën, që nuk e toleronte muslimanin edhe vetëm me besim dhe aspekte të jashtme të mos kishte asgjë për islamit aty, dhe që është një diçka ose një aspekt i cili është trashëguar edhe më mbrapa pastaj në historinë e Europës
në këtë mospranim të tjetrit, momentin që ky tjetri bëhet i dukshëm, apo kërkon rolin e vet në sferën shoqërore, simas kodeve dhe rregullave që ka kultura mbizotruese, sepse absolutisht shoqëria do ketë një kulturë mbizotruese, sekulare atëherë, islame atëherë. Po kjo lloj islame nuk ishte islami që s'kishte vend për tjetrin, prandaj edhe Hodgsoni kanë thirrë këtë term që thonë islamikate. Dhe kjo është një nga kritikat që Hodgsoni apo Lawrence kanë ndaj atyre që shkruajnë për historinë e Spanjës muslimane, që përdorin termin islam në thonjza për aspekte që nuk janë në përputhje me islamin, ato e di që nuk janë përputhje me islamin. Pse? Se termi që duhet të përdornin ishte islamikat. Ama ti po të japësh këtë lloj termi atij lloj civilizimi, atë ke bërë një civilizim i cili përhapet në gjithë detet e shoqërisë dhe i përfshin të gjithë entitet, të gjithë konfesionet që jetojnë atë lloj shoqërie apo subjektet atij entiteti politik. Mirë, ky shembulli, analizoj shembulli i një hapësire qytetërimore që dominohet nga muslimanët politikisht dhe kulturalisht dhe në të cilin pastaj kultura qytetërimi islamikat shfaqet me këto elementet e komunikimit dhe të bashkëtesës edhe të ekzistencës së grupeve të tjera brenda të njëjtës guac, themi, politike dhe kulturore. Po ka shembuj të shtrirjes së islamikatit si impakt përtej kufive politik të perandorisë? Po, është një shembull i ngjashëm me Andaluzin. Jo i ngjashëm tamam. Jo shumë i ngjashëm. I ngjashëm në aspektin e prezencës së muslimanëve dhe impaktit kulturor që ato kanë pas për jetën e atij vendi, që është rasti i Sicilisë. Pra momentin që muslimanët humbasin pushtetin politik në Sicili dhe aty vjen një dinasti normane, perandorët norman të Sicilisë dhe më specifikisht Rogeri dhe Frederiku përvetësojnë jo vetëm strukturën politike të muslimanëve për të qeverisë vendin, por edhe personelin, preferenca estetike, deri edhe zakone kulinare që kishin muslimanët. Dhe arabishtja për një farë kohe aty është një gjuhë zyrtare e njohur e perandorisë normane të Sicilisë. Pra këtu kemi sundimtar të krishterë, të cilët përvetësojnë norma të qytetërimit dhe kulturës islamikate. Madje një nga perandorët e krishterë dhe në atë mantelin e vet të momentin që emërohet si perandor, ka të shkruar në arabisht në mantelin e tij. Dhe prandaj Lawrence thotë që islamikat nuk është emër. Islamikat është mbiemër. Pra mund të kemi musliman islamikat, ashtu siç mund të kemi edhe të krishterë islamikat apo hebre islamikat, sepse islamikati është karakteristika e përbashkët e këtyre personave, pavarësisht me fe të ndryshme, që është një fe që ka burimin tek Islami, po në të cilën ka edhe elemente të tjerë të jashtëm apo të huaj për Islamin, që mund të jenë edhe kundërshtimet e. Po më vjen si eko tani, nëse do ta kopjoja kështu si frame edhe ta aplikoja si musliman europian për shembull. Pra, nuk di jam i saktë në aplikim, po Europa më duket në këtë lloj roli, pra që ka dominimin politik kulturor, ndërkohë që ti komportohesh dhe asimilohesh në një farë mënyre brenda, nuk di jam i saktë me këtë, brenda këtij aureali qytetërimor. Po, dhe ky vazhdon të jetë akoma dhe një projekt, ose ka qenë një projekt i tillë. Ky më shumë ka qenë për muslimanët emigrant në Europë, që ishin të huaj dhe të cilët në brezi i parë ndoshta i prindërve që kanë ardhur për arsye ekonomike në Europë ka jetuar disi i veçuar nga shoqëria, po brezi i dytë dhe brezi i tretë, të cilët janë edhe të lindur në Europë, ato pastaj kanë jetuar me kësaj dikotomie, të qenë me musliman dhe me zakone të
të vendeve nga vinin dhe të gjendur në një hapësirë që kulturalisht për ato ishte akoma e huaj. Dhe këtu pastaj prodhohet ky termi që t'jesh pra musliman europian, siç është edhe titulli i një libri të Tariq Ramadanit, ku muslimanit të përqafonte pikërisht ato elemente të kulturës perëndimore, sekulare, të cilat ishin në përputhje me Islamin, apo që aspironte për aspirata morale, kulturore, ligjore, politike, të cilat nuk vinin ndesh me Islamin dhe që muslimanët mund të gjeheshin në komfort që ti përqafonin, ti promovonin, apo edhe ti përvetësonin, duke qenë që ishte diçka që kishte origjinë edhe në fenë e tyre. Pra ky lloj asimilimi i pakicave, ose grupeve shoqërore, fetare, të cilat nuk janë ato të cilat udhëheqin shoqërinë, është një fenomen i cili ka ndodhur me të krishterët në kohën e muslimanëve, kur muslimanët kanë pasur pushtetin politik në Spanjë, dhe ndodh me muslimanët emigrant sot në Europë. Më vjen prapa më kujtohet hadithi që ju do të bëheni në fenë atyri që imitoni, diçka e tillë, nuk mbaj mend. Po, do ndiqni traditat ose zakonet e popujve të mëparshëm. Këtu hadithi është ka fjalën të profetit alayhis salam për ndjekjen e traditave dhe zakoneve të hebrejve dhe të krishterëve. Se kur profeti thot shokëve të tij që ju më mbrapa do ndiqni zakonet e popujve që kanë qenë para tyre, madje e thot edhe në mënyrë shumë të shprehë, shumë të qartë grafike, hap pas hapi, plumb pas plumbe, derisa edhe sikur të futen në vrimën e Hardhucës, ju do të shkonin mbrapa tyre. Dhe shokët e tij të habitur i thonë të hebrejve dhe të krishterëve se për ato ishte pa imagjinueshme se si mundet muslimani të asimilohet kulturalisht nga të hebrejt dhe të krishterët. Dhe profeti alayhis salam thot aty, famen të kujt tjetër, pra për me e theksu atë lloj koncepti që po jepte dhe për me e zhbër habin që kishin shokët e tij. Dhe këtu po flasim pra për ndjekje kulturore, jo për ndjekje fetare, sepse profeti alayhis salam ka thënë që ummeti nuk do të shkrihet ndonjëherë, nuk do të zhduket ndonjëherë, as nga tërmetet, as nga luftrat, as gjë tjetër aty. Muslimanët do vazhdojnë të qëndrojnë në këtë botë, derisa Allahu të marrë shpirtrat e besimtarëve të fundit që kanë gjetë para se të bëhet kiameti. Por asimilimi i tyre është prej atyre që janë grupe shoqërore bizotruese, është një fenomen i cili është pothuajse historikisht i pashmangshëm dhe për këtë ka paralajmëruar apo ka profetizuar profeti alayhis salam. Dhe ky lloj asimilimi dhe një nga këto tradita pra për cilët muslimanët nuk duhet i ndjekin të krishterët, është pikërisht asimilimi në kulturën e tjetrit. Pra të krishterët e kanë tregu këtë lloj tendence për me u asimilu nga kultura bizotruese, siç u asimilun krishterët prej muslimanëve në Spanjë, apo siç janë edhe asimilu tani nga rendi sekular. Dhe profeti alayhis salam pra i ka paralajmëruar muslimanët që ky lloj asimilimi do ndodhi dhe me ta, duke qenë që do të ndjekin këtë lloj traditash, por që është një asimilim ose është një ndjekje jo e pëlqyeshme. Sepse ai lloj asimilimi kulturor nesër pas nesër mund të shoqërohet me zhbërjen e identitetit fetar. Okej, po nëse dëgjon nëse lexon historinë e qytetërimit, historinë perëndimore të qytetërimit, ti fillon nga Greqia e lashtë, kalon tek Roma dhe pastaj tek rilindja europiane, iluminizmi, revolucioni industrial, revolucioni francez me radhë moderniteti. Cili është hallka e qytetërimit hallka qytetërimore që zë Islami në këtë historinë reale, të plotë, pa censuruar të qytetërimit botëror? Por besoj që ajo është kjo periudhë që në Europë etiketohet ose në historiografinë europiane,
ose botërore të treguar si me eurocentrizëm, është ajo periudhë e cila emërtohet si mesjetë e errët. Pra që është nga periudha nga viti kur bjen Roma, pra mesi shekullit 5, dhe me rilindjen europiane që fillon rreth 1000 vjet më vonë. Pra, për këtë 1000 vjeçar, para që Europa është në këtë lloj periudhe mesjetët të errët, civilizimi duket sikur ka mbetur në vend për Europën, ose më saktë themi ka mbetur në vend civilizimi botëror. Pra ti mund të kemi civilizime tek këtu, pra janë ca muslimanë që vinë nga Arabia, shkojnë edhe në Irak, atje shkojnë në Sham, marrin sa pjesë perandorisë romake aty. Po që funi edhe ato janë pjesë të Azisë, neve nuk është se na duhen shumë sepse qendra e botës është këtij nga perëndimi. Do vinë deri në Spanjë, do rrinë sa një 700 vjet aty, po prap do dëbohen brendej. Dhe momenti që vjen rilindja europiane, rivendos atë rendin e duhur në botë, që është ai i civilizimit greko-romak, i cili përvetëson edhe disa elemente judeo-krishterë aty, po që prap janë në funksion të këtij civilizimi greko-romak. Pra në këtë lloj aspekti, civilizimi islamikat apo civilizimi muslimanëve, jo vetëm që nuk është aktor në civilizimin e historisë së njerëzimit, jo vetëm që është periferik, por nuk ka asgjë për të ndërvepruar apo për të kontribuar apo për të dhënë civilizimit perëndimor, qoftë edhe ky që tregohet me që fillon nga Greqia, dhe që vazhdon pastaj deri me rilindjen europiane dhe me iluminizmin. Pra maksimumi që të ofron kjo lloj qasje eurocentrike ndaj civilizimit është që t'i pranojnë muslimanëve disa kontribute që kanë qenë në funksion të civilizimit perëndimor dhe në përputhje me frymën e tij. Ndërkohë që mënyra se si e shef Hodgsoni civilizimin musliman, ai e shef si pjesë të historisë botërore, vazhdim të saj, ndërveprim me të, dhe pastaj se kush është ai lloj grupi shoqëror apo fetar që mund të mbizotrojë në civilizimin botëror. Këtë Allahu na ka thënë Kur'an që këto janë, kur i ka thënë muslimanët pas humbjes në Uhud, që këto janë ato ditët që Allahu i shkëmben mes njerëzve. Pra, një ditë është mbizotron një grup, një ditë mbizotron një grup tjetër. Deri para 500 vitesh mbizotronin muslimanët, sot mbizotrojnë europianët, nesër kush dihet mos e kush grup do të mbizotrojë dhe kush do ta rishkruajë historinë. Pra ka një trashëgimi që ne mund të marrim nga qytetërimi islamikat, nga qytetërimi kozmopolit islamikat. Për një ëndër për të ardhmen, për kontribute reale në që thot Lorenz aty është që pra neve në këtë lloj qasje të ndaj historisë së muslimanëve, kjo nuk është një qasje nostalgjike apo thjesht përkujtimore. Islamikatja është një projekt, është një ide, është një dimension moral i muslimanëve që ato e mbartin për shkak të besimit të tyre fetar. Dhe kudo që do gjenden këto elita që kanë aspirata morale dhe ato struktura institucionale që do bëjnë të mundur që elitat të aspirat morale dhe dëshirë për bukuri dhe drejtësi ta aplikojnë, ky lloj civilizimi islamikat do të marrë jetë. Pse? Sepse Islami ka përherë për t'i dhënë njerëzimit, dhe në çdo moment që do të krijohen kushtet e këtyre elitave, pra me këtë lloj aspirate morale dhe me këto lloj strukturash institucionale, ato janë të hapur të ndërveprojnë me çfarëdo lloj kulture dhe vlerash në secilat gjenden për të krijuar një projekt civilizues i cili do të ketë edhe elemente islam, por edhe elemente që
huazohen apo merren nga ambienti kulturor, shoqëror ku ato gjenden. Pra po të huazoj dhe unë tani termin që më duk kyç për atë që sapo the. Pra kur flasim për qytetërim kozmopolit ose për frymën kozmopolite të qytetërimit islamikat, nuk po flasim për një nostalgji, po flasim më shumë për ta parë historinë botërore si pra historinë në të cilën Islami ka një rol, nuk është periferi, pra qytetërimi islamikat. Europa nuk është qendra e botës. Qytetërimet e tjera nuk janë bloqe të ndara nga njëri tjetri që s'komunikojnë me njëri tjetrin, por komunikojnë dhe ku drejtësia, dija dhe e hishmja apo estetikja nuk janë pronë vetë ekskluzive e njërit prej tyre, po e të gjithë kulturave dhe qytetërimeve.